Jemi rikthyer në pjesën e tretë të këtij emisioni. Si ju thamë, kemi 3 pjesë për shkak të intensitetit të ngjarjeve, të cilat herës edhe nuk se janë shumë të vërteta, në vërtet shikues, dhe ju mundet edhe të shikoni ato sipas vërtetësisë apo pavërtetësisë që kanë. Tani në këtë pjesë është një pjesë e rëndësishme, edhe pse është e treta, është shumë e rëndësishme. PD premton Shqipëri madhështore. Partia Demokratike ka ndërtuar një koalicion të madh në numër, por dhe me emër shumë të madh. Bëhet fjalë për Aleanca për Shqipërinë madhështore. Slogan që duket se ishte marrë direkt nga Donald Trump. Ky slogani. Ndoshta edhe ne me Sali Berishën po fitoj na preti njëjti fat si amerikanët në Donald Trumpin. Për diskutuar mbi këtë koalicion, por dhe me gjerë për zgjedhjet, unë kam në studio zotin Flamur Noka, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike. Flamur, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Mirëmbrëma, faleminderit edhe unë. Mund të falenderoj 2 herë ty, sepse bie njëri që nuk përton. Se të gjithë edhe i hapur me ne, sinqerisht e kam këtë, sepse falenderoj unë se edhe i hapur e gjitha se janë një pjesë edhe nga ju, se këta të qeverisi kuptojmë, Flamur, që kanë zgjedhur një strategji shumë interesante për vetë. S'kanë shtonë. Kodi heshtjes është kodi mafjes. Jo, po ndoshta s'kanë shtonë, po Qa do thonë? Do thonë për shëndetësinë. Nuk paravinë, nuk dalin e kupton. Çdo thonë për shëndetësinë. Tani, çdo thonë për bujqësinë, çdo thonë për arsimin, çdo thonë. Por edhe një pjesë nga ju ku para dalin. Nëse, po, kjo është për të korrigjuar tani në ditët që vinë të gjitha. Zoti Ergjys Mërtiri, sociolog analist. Andi Tela. Faleminderit zoti Tela. Dhe zoti Andi Bushati është rikthyer. Rimi mbrëma. Ora shikur që te njerëz qoftë edhe Rimi mbrëma se nuk thua as. E tham atëre Aleanca për Shqipërinë madhështore, ky është emri i koalicionit Partisë Demokratike. Zoti Noka, si kuptoni ju Shqipërinë madhështore? Çfarë duhet Shqipërisë për të bërë madhështore tani? Si mendoni? Shqipërisë që të bëhet madhështore, i duhet që të ikë narkoregjimi. Zoti Akimi. Do të thënë të bjerë drama thuat. Po. Shqipëria është vendi i vetëm në rajonet e mëgjerë që ka të gjitha resurset, ka mal, ka det, ka mal buzdetit, ka det buzmalit, ka prodhime minerare për sipërfaqe që ka rekord botror, ka të gjitha mundësit. Shqipërisë i mungon vetëm një gjë, që Shqipëria të bëhet madhështore. I mungon vullneti politik. Vullneti politik është ai që e ka mbajtur peng Shqipërinë në këto 12 vite. Ku është Shqipëria sot? Ku janë rrogat dhe pensionet në raport me 2013-ën? Ku është integrimi në BE në raport me 2013-ën? Pra, që se do... Ku është rendi dhe siguria? Jo, këto do të thuash që se do kemi pyetje më të rëndësishme më pas. Pra, që të bëhet madhështore Shqipëria thua ti, i ka të gjitha resurset vetëm i mungon vullneti politik. Pa ikur Edi Rama nuk bëhet. Duhet një vullnet politik që ta bëjë Shqipërinë madhështore. Jo një vullnet hajdutësh dhe bandash. Ka që shumë e bëhet madhështore thua ti, po ka qenë ndonjëherë madhështore Shqipëria Flamur? Po. Kur? Po, Ylli. Kur qeverisë ju? Po, Ylli, një Shqipëri që ishte e lënë pas dore dhe u antarësua në NATO, është akt madhështor ky. Shqipëria traktatit Varshavës të futet në NATO. Këtë mos e thuaj se mos lërë kjo fiton ky pas 3 muajsh dhe të antarëson edhe në BE, se BE s'ka që bënd tani do t'i mbledh. Prit, jo, mos ngut. Do t'i mbledh dhe këto vendet dhe pastaj nuk e dëgjojmë dot. Do t'a them unë. Një Shqipëri që shqiptarë që rrinin dyrë ambasadash, një lloj si para dyrëve të getove, dhe që u liberalizuan vizat, është madhështore kjo. Një Shqipëri që u dyfishuan rrogat dhe pensionet, është madhështore. Okej, të ndjekim me Sali Berishën. Një Shqipëri pa ndjekur, pa futur një gjë me Sali Berishën, ky nuk të ndalon. Një Shqipëri që... Të ndjekemi sinkron me doktorin tani? Dakor, patjetër. Fute sinkronin.
Ne kemi deklaruar qëndrimin ton dhe kemi ftuar të bashkohen me ne të gjitha ato forca politike që sot konsiderojnë Edi Ramën të keqen më të madhe për Shqipërinë dhe e kemi quajtur këtë një bashkim për kauzën kryesore dhe kjo ka ndodhur. Në këtë koalicion vërtet Partia Demokratike ka dhënë 8 vende në listat e mbyllurat garantuara, por demokratët dhe mbështetësit tanë duhet ta dinë se këto 26 parti në tërësinë e tyre përfaqësojnë herëherë edhe 1/3 e elektoratit shqiptar. Pavarësisht se të marra veças janë parti me modeste në votat e tyre, por të marra së bashku kanë një elektorat qindra mijëra votash. Dhe u them se kjo është një fitore e vërtet e koalicionit e aleancës për Shqipërinë madhështore. Pra, doktori foli tani për koalicionin që ju keni bërë. 26 parti. Mos janë shumë flamur. Nuk pada kohë se do të ishin bërë edhe më shumë. Janë edhe, se janë shumë, kaq shumë në Shqipëri. Tani, jemi në një rrugtim drejt fitores dhe aty do t'i bëjmë shërbimin çdo vote, jo më çdo force politike. 10 vota, 10 vota. Doktori sa janë 1/3, jo 10 vota mos i thueti se do të dalë jashtë dhe të bjerë me shpull ai. Jo, se ai thotë këto parti kanë 1/3 e votave në Shqipëri. Pra qindra mijëra vota. Kështu tha doktori? Po pra ashtu është, po nuk... Qose ka gënjur doktori, thuaje. Ylli, nuk më kuptove. Jo, një sekond. A mund të më thonë konkretisht si këtë janë këta aleatë që kanë kaq shumë vota nga aleatët? Do t'i nxjerrim dhe aleatët tu dhe t'i shohim? Ylli, nuk do harxojmë kohën për emra, po më dëgjoj. Jo, do t'i shikojmë në ata një pjesë. Se ata ju kanë marrë, pastaj i mori Luli një herë, dhe t'i futi ike ti nga parlamenti. Ti mori Luli dhe t'i futi aty jaku ike. Urdhërotane. Ylli. Jeni sheri, ka se ai si partisë... Po të kishim pak më tepër kohë, zoti Ylli, jo, do kemi më do të kisha, jo këtu, do të kishim bërë edhe një koalicion edhe më të madh se kaq. Po kush mungon atje? Ka dhe parti tjera që mungojnë. Kush? Ka dhe 4 partit që cilat i kontaktova, por që nuk ishin atë ditë në Shqipëri krerët e tyre dhe nuk kanë qenë jashtë. Tani. Pra, çfarë është historia? Ne jemi, siç e thash, kemi ndërtuar një koalicion për të ecur drejt fitores. Nuk neglizhoj dhe nuk përbuz as edhe një vot shqiptari. Shumë mirë. Ne, më fal, në rast të se në 2013 Edi Rama eci me moton qelpsira të gjithë vendit bashkohuni për të rëzuar Sali Berishën, ne kemi një moto tjetër. Aktor, faktor, kontributor, antar të shoqërisë civile, çdo njeri që don të rrëzojë këtë regjim, e ka derën hapur, është mirë pritur të eci për të rrëzuar regjimin. Në atë kohë ishte mënyrë tjetër e matjes së votave. Pra ishin koalicionet atëherë dhe ti kuptoje se sa vota kishte secili prej faktorëve të koalicionit. Tani, në vitin 2019 ju latë mandatet. Nuk po hy diskutimit ishte drejt apo e gabuar, sepse në fund të ram dakord që ishte gabuar, por skema ishte tillë që ne ishim dorë nga mandatet dhe largimi i deputetëve të PD-s nga mandatet dhe çdo njeriu tjetër që ishte në listë do pamundësonte jetën parlamentare, do shkrihej parlamenti, do shkonim në zgjedhje. Kjo ishte skema. Këtë skemën tash e prishën deputetët e tjerë në listë. Mes tyre janë ja 7-8 që i kemi në këtë fotografi. Koalicioni kur krijohet nuk është thjesht një koalicion mbledhje matematike numrash. Ka dhe frym, ka dhe moral mes. Tani si do të justifikosh ti në grupin e gjithë individëve të Partisë Demokratike që kanë hyrë në primare, kanë garuar, të tjerëve si unë, si Ergysi, si dikush tjetër që kërkon që ky regjim të rrëzohet dhe të vi një forcë tjetër, si do i thuash atyre që këta që na prishën të gjithë skemën, që mundsuan që Edi Rama të prishte koalicionet, të prishte rregullin zgjedhor dhe të rrinte edhe 4 vite tjera në pushtet, ne tash i prap duke i mbledhur këta, do tentojmë të rrëzojmë Edi Ramën. Ta them unë. Çdo njeri prej antarëve të koalicionit është 10 herë më lart moralisht dhe më i moralshëm se çdo horr bandit
ministër apo deputet i Edi Ramës deri lindjes. Po të gjithë këta votuan që të pamundsohesh koalicioni zgjedhor. Të lutem ta mbarej. Të lutem ta mbarej. Ne jemi forcë politike që synojmë dhe po ecim drejt pushtetit. Ne nuk jemi gjykatë që të bëjmë gjyqjen e veprimit të partive atë individëve që kanë bërë përpara. Veprimi politik gjykohet ose po spati gjykim e kemi gjykuar dhe kemi rezultuar që ai veprimi jon ishte gabim. Iku pjesa e gabimit. Ta mbaroj tani. Por nuk do ishte gabim nëse këta nuk do shkonin në parlament. Të lutem. Nuk do ishte gabim. Të lutem. Do fitonte ajo kauzë nëse këta nuk do shkonin në parlament. Kanë bërë mirë që kanë shkuar në parlament sepse ajo ishte një idioci e jona. Ikja nga parlamenti. Ore, Andi, do ishe përgjigje. Doli idiotësi sepse këta shkuan dhe prishën gjithë skemën që kishte ndërtuar ju. Dakor? Deshe përgjigje. Ja pra kjo ndodhi. Pa besueshmëria, pra ju I kishit në listë këta, këta duhet mendonin si ju, nuk menduan si ju, thyen rregullin e bashkëpunimit e koalicionit dhe shkuan në parlament. Ndihmuan Ramën. Po të mendojnë si ne. Ndihmuan Ramën për ndryshuar kushtetutën, për të bërë atë kod zgjedhor që sot e bën aq pamundur ta rrezosh Ramën. Zotrinj. Për këtyre është bërë. Zotrinj. Se këta kanë bashkuar votat me Ramën për të shkatuar kodin zgjedhor. Zotrinj. Ashtu apo? Këta janë aleatët tanë, me këta do ecim drejt pushtetit, as nuk shqit po, me këta. Do ecim drejt pushtetit, çdo njëri prej tyre është 100 fish më I moralshëm, më dinjitoz se më I miri horr dhe bandit rilindjes që është qeveri sot. Se vjen dyshim fare. Dhe të krahasoni ju. Se diskutojmë fare. Ta me ata që u kanë vjedh dhe që janë atëherë kjo është. Edi Rama nuk ka pik legitimiteti dhe ne këtë dim. Kjo është. Por edhe me këta tash I rrezosh Edi Ramën këtë. Ta them unë ty. Çfarë problemi ke me Agrondukën? Po se e para. Çfarë problemi ke me zotin Meta, me zotin Mediu, me zotin Idrizim, çfarë me zotin Doka, me zotin Dure, çfarë problemi ke? Qoftë me Agrondukën, qoftë me zotin Idrizi, un kam respekt shumë personalisht, s'kam asgjë, por këta kanë qenë të dy nga njëra ke Rama. Shumë mirë. Tash njerëz që shkojnë edhe ke Rama dhe ke ty nuk është se të japin. Përveç të dy nga Rama tani ndahen njëri këte, njëri me ballë, njëri me parti. Jo, nuk është I bind shqiptarët mua, domethënë në momentin që ti bashkëpunon me njerëz që kanë bashkëpunuar me Ramën, falësh. Ta them unë çfarë jo s'të fal fare. A të them unë çaj shqiptar. Dëgjojmë atë tani. Të them unë çaj shqiptarët. Që s'të falje diun po. Por e the ky të erdhi, shtimi Idrizi të erdhi nga Rama tani. Them unë çfarë mblodhi plaçkat. O zotria, ka 2000. Mblodhi plaçkat dhe erdhi ty. Mblodhi plaçkat herën e parë. Nga ty dhe shkoi te Rama. Tani mblodhi plaçkat nga Rama erdhi këtu. Tani çfarë do të thënë kjo molla? Ta them unë. Dhe çfarë po thua njerëzve ti? Jo thuaj atyre mos e, unë jam I qartë për vete. Po flamur unë jam I qartë. Po shumë mirë atë. Mua nuk më gënjen dot me astia Rama, as Zoti këtu, po të zbres. Po, me këtë gjendje që është. Por tani ti e u thuaj atyre. Te Zoti pak me kujdes. Jo, jam me kujdes me. Te Zoti po tani do më bësh edhe te Zoti me kujdes. Mund mos besojmë edhe te Zoti. Si ja numëron votat. Po të bëj si ju, dhe Zoti. Nuk besojmë. Si ja numëron kapacitetin e votave këtyre? Tash them unë nuk kam nevojë të numëroj asgjë. Fakti që se aty përveç jeni shehit, unë besoj se merr njëri tjetër vota. Dakor, edhe unë, po tani fakti që të gjithë forcat politike u bashkuan rreth Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, këto I quan të. Po se forca politike kisha Agroni, kisha unë këtu. Është një forcë e re. Arlind Qori është një forcë e re. Lapaj. Thuaj çfarë duash është një forcë e re. Thuria është një forcë. Bëj një pyetje unë. Urdhra. Se ti I ke dhënë vetes tagrin të emrosh forcë partit, kush janë partit e kush. Jo, jo, I kam dhënë vetes të them çfarë mendoj. Jo, po prit. Jo ti emëroj, mo, emërimin e ke bërë ti, ja ku I ke. Emërimin ja ku e ke, mo, o zotri, e ke ti këtu. Unë I kam dhënë vetes të drejtë të them atë që mendoj. Çfarë thot ky, mo? Ku e diti? Po sondazhet gjitha tregojnë që kanë. Jo, tregojnë sondazhet. Arlind Qori. Shini kpucët me sondazhe që bën fuga, I vetmi që është I provuar është Arlind Qori. Po mirë. Prit. Tash t'ju them unë ju. Agronduka në rastin e herën e fundit që para se të prishte koalicioni. Se kjo që thoni ju, gjitha kjo është skemë e Ramës, po unë nuk bijem në kurthin e Ramës. Skemës kjo logjikën, flasim me logjikë. Ja t'ju them unë logjikën t'ju. T'ja rrëzoj gjithë logjikën ramiste. Ne ato duam të na rrëzosh. Po pse? Logjika juaj ramiste ju rrëzoj unë tani. Pse logjika kush nuk mendon si ne është ta futim në bushatin bisedë. Bushat vetëm 30 sekondë. Logjika ramiste. Flamur thuajnë diçka dhe të futet në bushatin bisedë. Rama zhduki koalicionet sepse e dinte që me koalicionet dhe me Sali Berisha me gjithë partitë do humte. Edhe mendoj që po I zhduk koalicionet, zhduk gjitha partitë. Po, tani unë ditë them një gjë, në emër të Partisë Demokratike.
Çdo njëri për këtyre vlen shumë. Vlen shumë. Çdo kush që është kundër këtij regjimi vlen shumë sot për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Jo, mëse s'është kështu. Jo, kështu është. Për mua është kështu, po. Vlen shumë Dhe çdo po them kush unë, që është kundër këtij regjimi, i cili ka një emër të mirë dhe një dinjitet. Tash jo çdo, tash më fal, njëri aty që ka shit votën, disa prej atyre për ta ndihmuar Ramën, që shkatron kushtetutën, për mua nuk vlen kjo. Zotri i dashur. Ti me këtë do dorëzosh Ramën ti me atë që i ka dhënë votën Ramës për kushtetutën. Unë do ta ardhoj Ramën me të majt dhe me djathtë. Dakord jam. Çdo njeri që do të vi për dorëzuar. Jo me atë që është bler nga Rama. Edhe me atë që jo s'është bler asnjë, me atë që ka gjetur Rama. Ai ka djeg nuk e dogji mandatin, shkoi te Rama. Tash zotri, prallat shkonin të gonin për ligjum. Realitetet ai ka bër kushtetutën Rama me këta. Zotri, jo. Me parlamenti korporata. Po janë korporata. Ka mundësi për zotri. Po janë korporata ata. Jo, më nuk janë. Si më nuk janë? Nuk janë. Por ai ishin këta në parlament. Nuk janë. Korporata është Lut Basha që na preu mbezën na shiti, jo këta. Po mirë, dakor, kjo është, unë po flas për tabur. Ta futim Bushatin bisedë. Ta them unë tash, çfarë është? Ta futim Bushatin. Këta Agron Duka ka 40.000 vota në herën e fundit që është mundsuar të testohet. Kur? Në zgjedhjet lokale tani para një viti gjys. Po si amatin zgjedhjet? Po ka marr votat e tuaj në 2021. 20.000 vota. Vota politike po themi mor zotri. Po zotri, ka marr vota politike të tuat më pak. Tjetri ka votat ja ketën ti. Tjetri ka 30.000 vota, tjetri ka 10.000 vota. Por edhe në aritmetik po na bën vëllënja. Doni të tregoj. Ore ka marr votat e tua zotri. Jo, s'ka qenë. Këto pralla ka marr votat e tua Flamur. Jo, shkoi ku janë i Ramës ju. Këto pralla. Idrizi ka marr votat e tua. Duka ka marr votat e tua. Ori tregoja në Ramës. Ore do të gjoj. Ne po themi që janë votat e tua ti thua jo Ramës, jo, pse po ja them? Po çfarë Ramës çali dhe Karama këtu? Ja t'ja tregoj unë. Ai ka marr votat e tua. O zotri, jo. Ore po gënjen mua dhe njerëzit. Jo. Ti je ti ja. Idrizi me partinë e vet ka marr votat e tua, nuk mori. Ja fut kot. Mirë, më thuaj sa vota ka Idrizi? Sa vota ka? Ta them unë. Thuaj pra. Ki durim. Po thuaj. Ta them unë se ja futi kot. Logjik ramiste. Hiqni dorë, më dëgjoni mua tani. Unë si Parti Demokratike vetëm qetësohuni, tash ti ju them unë. Ne çedhim me Unë si Parti Demokratike në zgjedhjet e 2025-s, 23-shit, 25 nuk ka ndodhur. 23-shit. Unë futa. Janë zgjedhje lokale zotri. Po të flas për zgjedhje politike. A të mbaroj më zotri? Po duro. Më tani se po ti thuaj, po më gënjeve. Zotrin që po pse mo ti fiton duke më gënjur mua? Ideologjia ramiste, më dëgjoni. Ore po më gënjeve mua nuk fiton më. Më gënjej më dëgjoj të flas shifra. Se po të fitonje unë do vija këtu i gëzuar të më gënjeje. A më the shifra? A do durosh? Po ki më durim më zotri. Ore po të flas për zgjedhjet lokale. Ki durim. Po të thot për zgjedhjet 2021. Po flas për zgjedhjet politike. Janë të njëjta zgjedhje që do vinë pas nesër. Ora do t'ju them edhe 2021-shit. Ç'keni po duroni? Tani në 2021-shin që ke bëri forcuar shumë. Prit, në 2021-shin ishte Agron Duka në koalicion me ne dhe ishte brenda listës tonë sepse Rama është duku koalicionet. Po pra po, prej këtyre. Ishte Vangel Dule me ne se Rama është duku koalicionet. Prej atyre pra, se ata e legjitimon parlamentin. Strategji fushate edhe logjik ramiste. Ta futim bisedë, po le tani se a do të fut prapë reklam pastaj se jo. Na ikën një. Mu prisirën e kaluar. Unë shumë, por strategji fugiste. Një pyetje kam. Dhe logjik ramiste unë e përçmoj. Një pyetje kam unë. Jo, pa të marrë këto shpjegimin ti pastaj. Jo, s'ke kuptuar asgjë. Tani dëgjoj. Ishim me ne. Nuk e kupton më burr tani se ti po përpiqesh në 2023-shin. Unë isha vetëm me Partinë e Lirisë, Partinë Drejtat e Njeriut dhe PDK-n në Arnokës. Të gjithë partitë tjera dolën vete. Njëri mori 40, njëri 20, njëri 15, njëri Salisheu ku është 18, 18 ka marrë legaliteti, 10 njëri ballë, 8 njëri tjetër. Prit votat e këshillove bashkiak me votat politike apo thoni. Tash ti zotrin të dashur. Se me vota partish morët 130.000, 230.000. Unë e kuptoj që Rama është në një dëshpërim ekstrem. Dhe nuk të zgjidh punë kjo gjë. Nuk ka zgjidh punë kjo. Dhe nuk ka këto gjëra që po do themi ne dhe mundohet të sulmoj anëtarët e koalicionit. Jo zotrin, pse? E vetmja mundësi. Ti thua që duke sulmuar këta ndihmohet Rama thotë tash? Duke sulmuar koalicionin ndihmojmë Ramën. Po, po sulmojmë koalicionin, po sulmojmë koalicionin që bëni zgjedhjet. Anëtarët koalicionit dhe nuk isha thash, nuk kisha kohë edhe 4 parti tjera do t'i kisha fut në koalicion. Po ja them unë. Themi gjon ti. Më lejo ta marrë të dy. A lejo ta pastaj do bësh ditë. Jo, një minutë, ndërpres këtu. Bushat, zotri. Pritë burrë. Më ke thirrur. Po ta futim. Jo, dakord, Bushatit kam kërkuar ndjes 20 herë. Tani po ju them. Po i ke thënë Bushati zit mos flas. Jo, po.
Ja kam kërkuar unë. Ka marrë lej këty. Po, i kam kërkuar unë, i kam marrë lej. Ka marrë lej. I kam marrë lej, po, ja ku është, i kam marrë lej. Baroni këtë temë Le ta mbaroj. do dalë çik në temë tjetër. Tash ti më le ta mbaroj. I kam marrë lej zotrin, të lutem, më le. Ajo madhështoria e ka. Ore zotrin, më lejo ta mbaroj. Po se jo, po kjo është madhështore. Më lejo ta mbaroj. Madhështorët ta janë bushet. Kjo se flasin për madhështorët, ja ku i ke. Madhështore është Shqipëria, këta do punojnë për ta bërë, këta janë kontributorë në vota për Shqipërinë. Jeni qeri, gjuzi, tjetër do punojnë për ta bërë Shqipërinë madhështore. Janë kontributor për Shqipërinë. Se mos mendoni se vetëm ju jeni kontributor për Shqipërinë dhe keni ekskluzivitetin e kontributit ju. Shumë shkurt. Jo, këto gjithë janë aty, gjithë secili. Zotin Ndoka, një pyetje shumë shkurt. Nëse këta kanë Ergjys, Noka, jo Ndoka. Noka, më fal, sorry. Nëse këta kanë vota. Se po të bëjnë Ndoka të bësh anekdotë. Jam Noka. Ndjes, dëgjoj. Po fitonë një më shumë ashtu. Nëse këta kanë vota. Jaft jam mirë. Nëse këta kanë vota. Po. Pse nuk i fusnin listë hapur këta, po dalin nga lista mbyllur që është e mbrojtur? Se nëse ai ka 40.000 vota sa thua ti, po ti te pjesa e listës hapur, te zona e listës hapur, ai bëhet deputet me vota e veta. S'ka nevojë të jetë lista mbyllur, ti je i sigurt. Zotëri, unë ju vlerësoj dhe ju respektoj pafund, por tek formula që përdori unë brenda koalicionit, po që se do të mendoni se do t'ju pyes dhe duhet që Jo, ne të pyesim ti e ke për kështu, jo. Ne po të pyesim. Ti ke të drejtë për çfarë duash, mo. Ti mund të marrësh edhe koalicion, po të lejohet të Ne po të pyesim Tani shiko. ta fotim Bushatin në bisedë po deshe. Po, kjo është iso. I kam, pse, kanë peshë. Unë kam vlerësuar, kam bërë një vlerësim si forcë politike. Ne si forcë politike kam bërë një vlerësim. Që një tavan, kush ka patur në testimin e fundit 30.000 vota, rreth 30.000 vota, ka mandat deputeti. Kush merr 40.000 vota, nesër do ketë mandat ministri. Me 40.000 vota ai, ju po ta linit në pjesën e 2 të tretar, me pjesën e listës hapur që futet me votë të hapur. Ai të mbledh vota, kurse duke vënë tek zona e mbyllur e mbrojtur. Dashur Ergjys. Ai merr vota të qyll, s'ka nevojë fushat fare Të pastaj. gjithë do testohet sepse çdo njëri nga aleatët kryesor, se s'do kenë mundësi për të gjithë, do të ketë listë hapur, individ të cilët do të testojnë votat e tyre. Listë hapur pra, po këto figura këtu nuk janë në listë hapur. S'ka nevojë. Nuk është zoti Duka në listë hapur. Po, pse mos do ketë një tjetër listë hapur që do të ketë mundësi të testohet sa vota ka, që kur radhën tjetër pastaj të peshohet në varësi të votave. Pra janë gjetur, janë kalkuluar të gjitha, jemi në një perfeksion brenda vetes si koalicion. Por të gjithë do kenë emra në listë. Të gjithë anëtarët e koalicionit do kenë emra në listë. Patjetër. Jeni sheri ku do jetë për shkak? Altat kryesorë flas. Listë mbyllur. Kryesorët. Ata në listë hapur do jenë apo? Jo, flas kryesorët e koalicionit do kenë Jetë listë mbyllur. Po pjesa tjetër do kenë listë hapur. Jo. Ka 600.000 vota partia e veteranëve. Fal. Janë jashtë parti. Atëre flamur. Gjithë do të Okej. Nuk do jenë të lista mbyllur, po do jenë të lista hapur. Bushat As tani të hapur as do jenë. si ju duket koalicioni PD-s, a janë këta njerëz që marrin vota? A e ndihmojnë opozitën e Shqipërisë dhe sidomos a e ndihmojnë që Shqipëria të bëhet e madhërisme? Ylli. Jo. Se ma të thesi doktorit tani, ylli. Çdo shqiptar që kontribon për ndryshimin është kontribut për Shqipërinë e madhërishme. Flamur. Jo, është e vërtetë. Të flas Bushati. Jo, është. Flas Bushati. Ta dish ti. Me do ta dish. Tani çfarë them unë shkreti se tani u më dhe është. Po. Ne po kërkojmë moral, po e pe kështu si listë koalicioni nuk ka nej moral kjo. Por kjo nuk është një gjë që mua më shqetëson nisur nga pragmatizmi. Po të shikosh, për shembull, në 2021-shin, pati shumë kritika nga opozita që thatë humbët mandat tu për 50 vota, humbët mandat tu për 100 vota. Qofse i marrin dhe këto vota dhe marrin e deputet më shumë, Nuk është debati të këta 4-5 kryesorët. Debati është e tjerët që mundësuan atë skemën e famshme të parlamentit. Nga 10 vota, të gjithë kanë 10, 20 vota, 100 vota. Debati moral nuk është te ta 4-5 tha Bushati. kryesorët. Kemi 3 qarqe që kemi humbur për 50 vota, për 80 vota, Ta thot Bushati, gjithë, as i ta vot. thot Bushati me Ne kemi respekt për çdo vot. Koalicionin me Çdo vot. me Dukën e këta kuptojnë. Çdo vot. Po me jeni sherë me këta Do ta kuptosh me 12 Ergjys. As me Idrizin dhe me Dukën. Ergjys, do ta kuptosh me 12. Nuk e pranoj, po e kuptoj. Ne jemi çdo vot qytetari duhet jetë aty Ku i kanë vota Victoria, ata? pik. I kanë. Ore ne do të thresim këtu dhe të kërkojmë ndjesër. Po
Po që se do të kërkoj. Ore, të bëj një pyetje unë. Edhe këta këtu, ja shikoj, ja shikoj. Po nuk të kërkuam ndjes, Flamur, unë do të ngrihem dhe do të rikë shu. Po. Do themej, Zoti Flamur, ndjes. Ullu tash. Datën 12. Ullu qik. Dakor. Ullu qik. A isha unë që thash 6 muaj për para që do të vi këtu se vullën e merë Partia Demokratike Sali Berisha? Cilën vullë, më vullë një edhe aji, më vetë. Jo. A isha unë 6 muaj para? A ke qenë ti mbrapa që më ke thënë po? Tani po të them, pra, 2 muaj gjysë para. Pushtetin e merë Sali Berisha dhe Partia Demokratike, mbaj më në të. Dhe Donald Trump, isoj. Vazhdo. Bushat, vazhdo. Më falë. Ka problem. Pra, do me thëmë mua... Edhe Shabani më shkruan nga Amerika Bushat, thuaj Flamurit nuk fitohet me të bërtitura. Vazhdo. Shabanit të ketë drejt, por duhen të gjitha bashkë. Duhen koordinuar gjitha bashkë. Vazhdo, Bushat. Me sa duket këtu pa të bërtitura se merë do të kur fjallin. Po nuk është kjo e rëndësishme. Mua së më shqetson as jeni sheri, as gjuzi, as aji kachurel si uiskit e tjere. Po i dhane i votë më shumë, mirë. Sa do e pa moralshme tjetë kjo list, gjithmon do jetë me moralshme se sa lista e ajdutve dhe banditve që është nga kraut tjetër. Këtu nuk ka ne i diskutim madhë. Ajo që mua më duket më e pamoralshme se sa disa njerëz aty, është që duket si kur PD-ja është kacavjer dhe po mundohet kryoj një fabull treme, madhështore, madhërishme, pra fitoj Trumpi në Amerikë dhe rrjedhimisht do fitojmë dhe ne këtu. Më shumë dëgjoja sot Zotin Berisha, një nga arsyet pse do fitojmë ishte që tani erdhi me ne dhe ky Lat Civitas. Kjo është pastaj ti marrë çik njerëzit për budallej. Unë jam nga ta, qofsha unë i gabuar që besoj që jo Lat Civitasi të vi këtu, po edhe vetë Trumpi të vi këtu të bëj fushat, bandave të Edi Ramës, spakut të Edi Ramës, oligarkëve të Edi Ramës, parave të Edi Ramës nuk ka që bënë dot. Kështu që për para se të kryojmë, dhe ky është qëtësimim, atë iluzionin që erdi Trumpi atje, pra ndaj do vim dhe ne se zbën këtu, do ishte më mirë t'i thuemi shqiptarëve drejtën, do ymë në i betej për të marrë maksimumin. Ato në fund zgjedhjet, si që ka ndodhur rëndom këto 10 vjetë, do i vjedhin fund Edi Rama, do i manipuloj Edi Rama, dhe nuk ka Lat Civitas që i bën gjë kësaj pune. Pra, unë mendoj që objektivi i PD-s në këto zgjedhje do jetë rezistencë e fort, mbrojtje votës dhe faktim sa më i detajuar i manipulimit, pastaj po pa të fuqi përdoren i La Civitasin në Washington. Por të thuash që ndodhi kjo, u bëhe madhërishme atje, do bëhe dhe madhërishme dhe këshu, kryojmë një iluzion të gënjeshtërt dhe do të shmobilizoni edhe njerëzit të thonë këtë punë e vendos ka Trumpi tani, do eqi këtë sorosistin, do vendosi këtë antisorosistin. Kjo është që më shqetëson më shumë se jeni sheri. Përdoren disa plane, A mundem? Po, Flamur? Tani. Përdoren. Tani. Gjithë ky koalicion është, si që tha Zoti Bushati, është 100 herë më i moralshëm se hajdutët e pushtetit. Gjithë ky koalicion është formuar për të krijuar frymën. Fryma tashmë është e krijuar. Gjithë ky koalicion tregon që ka shpresë për ndryshimin. Dhe kjo është evidente. Ka shpresë tua, ha? Po. Tani çfarë është? Nuk është se ne presim që të na sjell dikush fitoren, Zoti Bushati. Po ka një gjë. Ndryshimi i pushtetit në SBA, lidhur me këtë që ta Bushati duhet të thënë diçka. do ta them po të lutem. Ka një gjë, është një gjë tjetër këtu. Çfarë është? E para fryma edhe dyta është garanci. A e me Zoti Bushati që unë nuk e harroj kurrë. Kam qenë në Kamës duke numëruar vota. Po kur doli Departamenti i Shtetit Blinkeni dhe uroi fitorin e Edi Ramës kur kutit akoma s'ishin mbyllur. E vërtet. Kjo është tragjedi për një proces zgjedhor për një demokraci. Prandaj pra thash. Fal. Të lutem, dakord jam me ty, po vetëm të tasere, po. Që mundohuni
të gjeni provat e manipulimit se zgjedhjet u kanë mbaruar. Jo, të ta them s'kan mbaruar, dëgjoj mua. Më dëgjoj, vetëm më dëgjoj. Po shkoni si capi ke kasapin zgjedhje. Po mundesh të më dëgjosh. Pra, nuk kishte gjë më të tmerrshme për një demokraci. Kutit ishin duke u numëruar, Departamenti Amerikan i Shtetit delte dhe uronte Edi Ramën për fitoren. E tmerrshme. Çfarë ishte? Nuk ishte Departamenti Amerikan i Shtetit. Jo. Ishte Deep State i George Soros që fliste në emër të Amerikës dhe për të mbajtur për t'i dhënë vizë Edi Ramës për të mbyllur atë proces si donte. Sepse unë e kam thënë gjithmonë, sot Lulbasha është i diskozëruar nga ne, por zgjedhjet të 2021-shit u rrëmbyen me bekim. A kusha? U rrëmbyen nga Edi Rama. Kur? Me bekim në 2021-shin. 5 qershor. E ti kur u rrëmbyen? Të lutem tash ta mbaroj. Kur u ndryshoi ligji. Mirë, të lutem, vetëm lutem. Po dakord, pra si lëvizje më. Shumë dakord, prit. Po dakord jam me gjithat që po të tregoj. Pra, çfarë na duhet ne? Ne sot është një Amerikë tjetër, nuk është Sorosi. Dhe La Civita bëri një deklaratë shumë të thjeshtë. Që Sorosi thua ti të mundi në 2021. Po. Në 2017, 2021, 2019 gjithmonë Soros. Po duket sikur po thua tash që na mundi Sorosi, tash do na mundsoj fitoren Trumpi po thotë. Po do ta them ndryshe unë. Po se kështu po duket logjika. Jo, do ta them unë ndryshe. Se unë them na mundi Soros. Sepse George Soros nëpërmjet Deep State-it tij në Shtetet e Bashkuara na lidhte këmbë duar ne dhe na nxirrte në tapet. Me mund kundërshtarin që ishte kukulla e tij. Kjo është historia. Tani çfarë është? Tani ja ku jemi në tapetin të dy palet. Ky nuk ka më aleat atje që ti ta bekojnë për të bërë atë batërdi që ka bërë në çdo proces zgjedhor. Dhe do heqë dorë nga batërdia. Dhe nuk do të guxoj sepse po ta them unë. Po, domethënë edhe mos u gut. Ajo ka gri që tani votat e diasporës. Jeni 70 me 30 në diasporë. Zoti Bushati, të lutem mos u ngut. Këtu do të jemi, do t'i shohim gjëra. Keni durim. Po duket pra Edi Rama, prit. Po thua që tani që edhe nëse humbim zgjedhjen s'do kemi pretendime. Jo, më jam duke thënë të fitoj, po prit ta mbaroj. Se çfarë them unë nuk je duke thënë ti. Jo, po përpiqem ta përkthej pra. Jo, unë po që se flas turqisht ti ke drejtën përkthesh. Kur unë flas shqip, mos më përkthe. Po shqipo pra, sa po thej që ai nuk do Ore nuk ta kupton, nuk të kupton shqipen. Ashude, po që ai nuk po të kupton shqipen o zotëri. Po që se unë të duket se po flas turqisht. O Flamur, po thuaj që ai nuk do ketë mundësi të vjedhë votat manipuloj tash. Kto po fjalori shqip. Po ai kupton tani, jo. Ky s'ka kupton shqipen ky fletën. Edi Rama. Sot a ke vëreti pse është ka zbrit La Civita në Tiranë, i ka rënë hije vdekjes, nuk e shef të qesh, e shef që shan, ku e kishte? Kishe një Edi Ramë deri para zbritjes La Civitas në Tiranë para arrestimit. Domethënë me La Civitani u fituar. Ky mund të jetë një perceptim që rrit entuziazmin te ju, po ne po flisim për zgjedhjet. Kishe një, do ta them atë. Kishe një Edi Ramë i cili vetëm ironizonte. La Civita i rëmbeu në një para, o Flamur. Prit më burr. La Civita i rëmbeu në një para ju dhe Dorica ditë këtu. Po dëgjoj mua tani. Ju po menduat që fituat me La Civitanë? Prit, po mor, po. Jo, edhe me kujtim. Po. Me gjuzin. Po ta them unë. Po gjuzin. Ta them unë. Shiko, ka dhe një gjë, se pse jemi kundër këtij koalicionit ne. Se duke bërë koalicion me këta ju, i përcilli publikut idenë që ne na duhet dhe vota e gjuzit dhe vota e nishit. Po mor, po. Edhe vota e atyre tjerëve që nuk kam takuar dot unë. Na duhet dhe ata katër, dhe ata katër. Votë tyre se ketë Civitasin dhe Soros dhe Trumpit. Atëherë çdo këta. Është votë djersët e dinjiteti, jo votë hajdutësh si ata që kanë përballë. O zotri. Në rregull, prit, ti do të bësh krahasimin. Po pra. E këtyre me atyre. Janë hajdut ta? Jo. Janë, nuk janë. Nuk e di. Janë kriminal ta? Jo. Përballë çka ke? Ke hajdut, ke kriminal. Lerat më bet. Ore po tjetë për mua votoj Enisherin dhe jo Ramën. Atëherë mos më hyj më 20 herë. Jo, po të kandidoj për kryeministër Enisheri e votoj. Ramën nuk e votoj. Po unë po të them. Ky koalicion, po ti ta mbaroj ose mund të ndërprer shpjegimin se bëri Lela i pyeti. Tani, zoti Lela. Lela te partia. Tela se Lelen e kini të partisë. Je barazim në këtë camping test. Tani, ku është gjithë historia? Historia është shumë e thjeshtë. Edi Rama është i dëshpëruar. E din mirë ai se pse është i dëshpëruar. E din mirë se dosja me Konigalit i rivar shumë shpejt, është varri i vet aty. E din ai. Ka një demobilizim total
në kampin roz. A i ke vënë retin parlament, ku shkojmë ne? Që ishin parlament për para, si janë tani? Ka një heshtje varri ka që mbas vitit. Atmosferë. Prit, Atmosferë. kjo është. Janë të demotivuar, e kuptojnë dhe ata. Shiq më thoshte dhe ju tregoj, ja kam thënë duke ta se ja kam thënë këtu. Një ish varsi im që është titular në një ministri. Jo të ministër, titular nivel drejtorish. Që takoj një ditë në rogë, në rogë kafe. Para 2 muajsh. Sa po, një javë masi... 2 muaj para, sa. Një javë masi erdi lasi vita. Po nuk kanë si edhe, le tjetë 5 ditë, 5 plus 5. E di që po në ndodhë ne, vërshoni bazë. Që po ju ndodhi, thashë? Unë tha, kam 15 qendra votimi patronëzhim, me varsit e mi. Po, i themun. Tha, që nga 2015 dhe tani, sa i kemi marrë për sipër, na thoni 800 vota do t'japim, na jepim 600. Po tani, thashu, njerëzve të mi janë refuzuar në 400. Si janë refuzuar? Kanë shkuar për patronazhim. Do më japish votën ti, sa vota ke. Dhe njerëzit e mi tha, dikur sillin 800 dhe në kuti ishin 600, sot tham kanë sill 400 sepse të tjerët i refuzojnë. Pra kjo është fryma e refuzimit tek qytetarët. Do të them Partia Socialiste po shkon për lesh tu aty. Po, por ju që rrini në për Tryeza këtu dhe në për kafet e luksit, ju jeni të shkëputur nga realiteti. Ne jemi jashtë realiteti. Kemi thënë gjithmonë, po gjithmonë ajo ka vjedhur pastaj. Jo, kjo është muhabeti para zgjedhjeve. Burrati po përpiqet t'ju ndihmojë ore. Jo. Se ai mund me këtë mendje që pas keni ju, ai mund t'i marrë vërtet, po ky po ju justifikon që do të viden. Sqaroj unë ty. Dhe ju shpëtoni me këtë vjedhje. Jo, nuk nesër. Ne do fitojmë ylli. Se më shkruan njeri mua po na më i kotim se se keni marrë po na më. Ylli. Na më duhet. Ne ka vdekur. Ka vdekur o ti zgjidhet tani. Thuaj kështu, aty i thuash ti. O zotëri, se nuk ta them emrin tani se ka vdekur na më koti. Jo, aty çfarë i thuash ti? Po fari tani çfarë ti them? Po te gruaja Bilalit. Te e drama, shko te e drama. Te gruaja Bilalit thuj. Se çdo njëri nga këta është më dinjitos se gruaja Bilalit thuaj. Ky e di që i krautoi. S'ka rëndsi thuaja, kur marrëm do ta them. Kushdo që të jetë thuaj shko te gruaja Bilalit. Dakor. Që ta dish ti. Tani sepse përsërisht çdo njëri nga aleatët është 10 herë më dinjitos se gruaja Bilalit. Gruaja Bilalit thoj. Po, kjo është e vërteta. Se asnjëri prej tyre s'është vesh si gru. Gjithsesi është si burr. Është burr siç është burr. Kaq është. I burri mirë, burri keq, burr. Edhe Bilali vetë është më dinjitos se gruaja Bilalit. Po, që ta jemi të qartë. Kështu që të jemi të qartë. Pra ku është çështja? Nuk është më Rama vidte i bëte gjithë maskaradën zgjedhore. Pse? Kishte bekim. O zoti Tela. Tani, më fal. Tani bekimi i ka vdekur. Tani ka mallkim. Do iku. Tani ai keni parë ju çfarë ndodh me ta? Ai keni parë që të gjithë aktivitetet i kanë si vaki. Janë vakimo, zotri. A i keni parë takimet tona? Kjo është mirë për ju. Po, kjo është. Po mirë pra, nuk është problemi këtu. Prit më prit. Por është fix kaseta e 2021. Po ta kemi pse si keni parë? Po i mori. Njerëzit janë të mërzitur me këtë qeveri. Do duan ta ndrojnë këtë qeveri. Problemi është... Do ta ndrojnë. Kush i lëma? Do ta ndrojnë. Po kush i lëma? Laci Vitazi, dakor? Do të ndrojnë, jeni sigur. Por ja u garantoj sot. Shiko, unë këtu kemi qenë. Ju më duket keni qenë emision ku i kam thënë zotri, se ti ke qenë. Se dia ke qenë ti, zoti Tela. I ka thënë... Do ke qenë dhe zoti Tela. Parti Demokratike, vullën, si më thetë, s'ta japi, s'de marrë, do ta marrë. Dhe më ke thënë që do të tras prapë. Si pas me, e di që e kupton kë. Jo, bëjmë bërë, tani, unë po ta them përsëri. A i ka kuptuar që ju i duhet. A i ka kuptuar që ju i duhet. Dire këto pralla tash, pushtetin do ta marrë Sali Berisha. Mbaj e men tu dhe thirr, e do flas do ulemi prapë bashkë. Çi do ulemi mo? Me 11 janar pushtetin e merr Sali Berisha dhe koalicioni për një Shqipëri madhështore. Dhe ne do ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Këtë do vlen ta shohim ne. Pyetja është tani deri këtu. Në qoftë se ju jeni kaq sigurt, në qoftë se ju keni tash Trumpin me vete, dhe ju thoni shqiptarëve që ka ndruar nuk është më Sorosi, Rama është i mbaruar, kemi Trumpin. Tani pse rrini bëni koalicion me 2 vota atje, 3 këtu, 5 këtu, sepse imazhi që përcjellti me këtë, që ta mbaroj, është që ju jeni aq dobët sa keni nevojë dhe votat e 2-3 njerëzve që kanë votat e familjes vetëm. Pra domethënë, për mesazhi që përcjellni është që nuk jeni të fortë, se po të ishit të fortë kishit nevojë për aleanca të dobta. Kjo që thua ti, kjo është pyetje. Është për buzje. Jo, s'është për buzje. Ta mbaroj. Ne jemi parti që vlerësojmë dhe respektojmë
çdo vot dhe do gjurmojmë deri me 11 maj çdo vot. Votën Edhe tek ata që ju kanë tradhtuar. të gjithë. Votën e çdo kujt mjafton të rrëzojmë Edi Ramën. Nuk do kërkojmë vot krimi, vot droge. Pa votat e këtyre rrëzoni dot ju apo jo? Por votën e çdo qytetarit ndershëm dhe dinjitoz për të rrëzuar. Kur aleancë me krimin dhe me drogën, ne kemi një program, në programin ton zero tolerancë ndaj krimit, ndaj korrupsionit. Me këtë kategori nuk li. Por ama me çdo qytetar tjetër ne do të thua nuk përbuz asnjë vot. Tani të dhëna, sondazhet tu thonë që institucioni më i besueshëm në Shqipëri është Spaku. Tani ju pse dini bëni luftë kundër Spakut, propagandë kundër Spakut, duke humbur vota të njerëzve të cilët besojnë tek Spaku dhe ju shohin ju si njerëz të cilët do shkrini të vetëm institucion që ata e shohin që po punon dhe po fut burr njerëzit e Ramës. Tani, nëse ju do kishit interes që të merrit çdo vot, paktën do ta lini me një anë këtë luftën, edhe sikur të ishte i keq Spaku, do merresh me të më. Spaku do shkrihet do zot. Bëj fala, po këto e thon paraprakisht. Dhe me këto humb vota ata. Ergys, bëj fala skapit, ne do mundim me Tiranën tani. Unë po të pyes pse do mundim me Tiranën. Vota këtu. Skapit bëj fala, ne do mundim me Tiranën. Po përgjigjesh. Tani ka flamur pyetje, po ma dëgjoj deri në fund lutem. Se ke një rregull që nuk i dëgjon shumë pyetjet. I dëgjoj gjitha. Ma dëgjoj deri në fund. Ka nga ata që thonë që Sali Berisha nuk e ka hallin te fitoria, sepse di Gojteliga, gjithmonë Gojteliga flas, se ka dhe Gojteliga, që sepse di që nuk fiton dot. Por do që të konsolidoj dhe mbaj partinë, prandaj ju mban ju si garda e vjetër, plus këta qesharakët si aleat. Ka Gojteliga që thonë kështu. Gojvet Liga ju thuaj në marshit ligat. Marshit ligat. Partia Demokratike Geni do me thënë, drejt pushtetit. Partia Demokratike Kështu që të gjitha këto që thonë ju janë nuk ka asi vlerë, vazhdojmë. Partia Demokratike është sot forca që jep shpresë tek shqiptarët, është forca që kanë gjallë besimin që ky vend mund të bëhet, sepse Shqipërinë Edi Rama dhe rilindja e zhyti në depresion, dhe pra ne u shpopulluar 1.100.000 shqiptarë për 13 vite, për 12 vite nga ky vend, ikën. Partia Demokratike ka një program që ka në bazë qytetarin dhe jo qeveritarin, si që ka Edi Rama. Partia Demokratike ka një koalicion me të cilin do të jap alternativë dhe zgjidhje Shqipërisë, dhe Partia Demokratike do ta bëjë Shqipërinë. Tani, ju i keni dhënë madhështore, do ta bëjë madhështore. Keni futur në listat sigurta 8 antar. Urdhro? Keni futur në listat sigurta? Ore, që kemi sigur që ku fletë si doktori ti. Urdhro? Po. Ja, urdhro, se a i këshu ja bëtë. Urdhro? Ju më urdhro për të themun, që të them ha? Jo, më jo, edhe he mund të se nuk ka në gjene, biset jemi. Edhe he, thuet edhe gjitha. Tani, digjo tani. 8 deputet ju i keni vënd shumë të sigurët. Në listat të sigurta, të mbyllura, të aleatve. Mos valë në gjallin ojë për knajsit e tuaj tani se deputetet nuk janë të pa fundë, more. Dhe ku e keni besimin që këta do t'ju japin votat dhe njerë të kthejmë unë. Se ata janë rehat, tani thonë, ne jemi të sigurt në listë. Dhe lufta që do bëjnë... S'kam 8, kanë 26 sigurt. Jo, që kanë të vetët 8 kanë futur nga aleatët. Aleatët, po. Aleatët. 8 apo 9. Për aleatët se nga PD do futin këta. 8 apo 9, 8 më duhet 8. Si e mendon këtë dhe keni rënë këti lapsin e njëra, jo? Ylli. Se të thotë që duhet të bëjmë të shqetësojmë një të punë. Qëllimi i demokratëve dhe i gjithë opozitës nuk është deputeti. Qëllimi është pushteti, Ylli. Kështu që nuk ka në Partinë Demokratike që rrinë edhe shojnë ëndra deputetit. Të gjithë janë duke u përgatitur për pushtetin. Dhe në këtë rrugtim, Ylli, pa as më të voglin diskutim, ti nuk mund t'jesh i vetëm. Ti do kesh aleat. Dhe aleatët do t'i respektosh, do t'i vlerësosh. Në 2021, të gjithë ta aleat ishin listat sigurta për jashto metën dhe... Meta ka 4 tani, e? Lutem, po. 4 ka meta? Ishte tjetër sistem, 2021. I njëjti, se e ke gabim. Po jo, mëse si ishte njësojtë. Po e ke gabim, a di pse? Sepse në 2021, 5 qershori, ti e mbamen, listat, dhe më thënë, koalicionit u prishën për para. Koalicione, pra, po nuk ishte kjo me 1/3 e mbyllur.
dhe pastaj pjesa tjetër fiton kush. Jo, 2021 ishte gjithë mbyllur. Po pra ishin gjithë mbyllur. Po s'ka rëndësi. Tani në 2021 ishin këto aleat që ishin lista, thuaj se ishin gjithë mbyllur. Po ishin. Dhe dhanë kontribut. Ishin në vend sigur. Pra ishin gjithë dhe dhanë kontribut madhor të gjithë, se ne tash duhet jemi realist, duhet vlerësojmë. Po në listën mbyllur ishin me vota të matshme, të gjitha. Pra ja matët votat secilit prej tyre në listën e mbyllur. Shiko çfarë shënohesh. Po edhe tani do të matet votat të gjithë cilit prej tyre. Ta them unë pse? Tash se ma do të. Ta sqaroj unë. Pushat si e mendon këtë? Ta sqaroj unë. Më fal edhe një sekondë. Të aleatëve. Ilir Meta, si Partia e Lirisë, do ketë në qarqe personat e tyre kandidatet në listë e hapur, të cilat gjithë votat e Partisë së Lirisë do shkojnë te kandidati i tij. Agron Duka, të njëjtën gjë. Shpëtimi Drizi, të njëjtën gjë. Nuk është se kur kandidon vetë Meta, se sa kur kandidon dikush është. Fal dy bëj një sqarim. Kjo Dakor, kjo logjik qëndron, pra doja masësh në këtë formë. Kjo është rruga e vetme në këtë sistem që na është krijuar sot, që ne mund t'i matim peshën aleatëve. Dhe ne, Sali Berisha ka patur gjithmonë këtë. Kur nuk ka ecur i vetëm, gjithmonë me aleatë. Gjithmonë me aleatë. Dhe kur nuk i ka dalë keq, nga përfshirja aleatëve, gjithmonë. Në 2009, më falë t'ju bëj një moment. Ska qenë majorancë. Do t'ju sqaroj një moment. Pa aleatës ka dalë. Do të lutem një moment. Në 2009, kujtoj si tani, unë me dej diku me mendjen tua isha. Edhe, po isha negociator, edhe në atë kohë. Dhe i them, doktor, tashi X parti ishin një 6 parti të vogla që si konsiderova dhe unë me këtë logjikën tuaj. I thash, 20 parti jemi mjaftë. Mos harxojmë komi. Tha mua, ti tha sot dhe nesër ke afat, ti kontaktosh dhe ti futesh në koalicion. Dakord? Unë e bëra. I përfshiva, u kontaktova, dhe i futa në koalicion. Kur? Më mbrapa pastaj, pam votat. Po, kishte dhe parti që kishin marrë 1000 vota, po, kur erdhi puna te koshi total, i gjithë ato partit që unë si kisha vlerësuar shumë, dhe këto partit që si kisha vlerësuar fare, kishin 120.000 vota në kosh të partit. Tani, kjo është logjika dhe, më falë, dhe pas zgjedhjeve më tha mua, doktor, Mërtiri mendon që përgjigja nuk ka lidhje me pyetje. Flamur, i jaku i ke, tha. I jaku i ke. Ato që ti si vlerësoje, tha, i jaku i ke. Okej, po janë dy gjëra komplet ndryshme. Do t'i Mërtiri mendon që nuk ka lidhje me... Pra, koalicioni 2009-ës me sistemin zgjedhëtor është ndryshe. Pra, pyetja më konkrete është. Jam duke ju thënë, desha t'ju themi gjë. 26 parti ishin në 2009-ën, 26 parti janë sot që po ishin fitore. Një pyetje kam. Më thuaj, një nga kandidatët e primareve në PD, që ka kapur atë mesin, pra ka marrë vota mbi pragun, merë më pak vota po të garoj se sa Selamia në Shiri, në gjithë Shqipërinë. Një nga këta me 150, 160, 200 vota që hyri kandidojnë primare, do marri më pak vota po të kandidoj veta i, si pjesë e listës PD-s, se sa votat që mund të marri Selamia në Shiri, gjithë Shqipërinë. Unë nuk kam... Kjo është llogaria. Pra, ne po fusim disa persona që nuk e dim se sa e kanë kontributin, ndërkohë që përjashtojmë njerëzit tanë të primareve, që kanë hyrë në garë, kanë marrë vota, dhe nuk i lejmë atyre mundësinë që të garojnë dhe të mbledhin më tepër. Zoti Tela, askujt nuk i privohet, unë ditë ju them një gjë. Kjo skem e përfshirjes së aleatëve ka funksionuar dhe na kanë nxjerrë gjithmonë fitus. Ju siguroj që kjo skem do të funksionojë dhe do të na nxjerrë fitues. Pushat që kupton Se, inshallah do të kështu. Për aleatët brenda, jo këta. Muli, Ti kanë futur mos direkt. ka rëndë dhe i paradoksalla që e kanë shumë veta këta. Tani si mund të shkosh në koalicion edhe me një vorë e pirit, edhe me një çamëris tash. Ta them unë. Se kjo krijon një Gjitha të bashkojnë këto tani e bërë piri me çamërinë me këto tani. Si do bashkohen pra? Ta them unë Ergys. Pse si u bashkua ky i marrës kandidati? Që u bëde e bëri Rama e bëri këte deputet e Evropës, ky bashkua. Ta them unë Ergys. Eurodeputet. Gore, çka? Jo më Ergys. Kjo që po sapo më citove ti. Tjetër më është Kjo që sapo citove ti është një tregues. grekat e Pelena. Është një tregues shumë i madh, Ergys.
Po, më falë, po. Beleri o vëlla. Beleri, pra, po Beleri. Ose ti thua Goro të njëqë. Po thasë edhe me Ramën. Po presim yllin. Më falë. Jo, e sqarova për një gjë që nuk ka rëndësi kjo punë. Tani Partia Demokratike po bashkëpunon fort dhe me Greqinë, Dhe me Çamërinë. dhe me Çamërinë, po sidomos me Greqinë. Po, është dhe një tjetër që njëri nga këta kandidatë. Dhe ti po bën pyetje shumë çuditshme, doktori shkoi në Greqi. Njëri nga këta Ai kandidatë dëgjove më që është zotëri. për çlimin e Po një Çamërinë. minutë shkoi doktori në Greqi dhe bëri thirrje që domethënë me Greqinë duhen rregulluar gjërat e gjitha, deti do të rregullohet prapë. Dhe gjitha jo marrëveshje. Edhe kemi marrëveshjen ne qëndrojmë, po kur na marrëveshjes tonë kemi qëndrojmë. Në vitet 90. Tani t'ju them unë flamur se ti aty ke qenë që të luftonim këta grekët e kështu. Shiko, Kujtohet mua. ne jemi politik, kemi qenë politik, jemi politik. Politik. Ashtu dhe. Ja, mirë thua këtë. Tani, Më gjën më të bukur që dëgjova kjo ishte. Jemi politik vëlla dhe sot është kështu, nesër është kështu. Ergys. Politika është kjo. Tani bushati ato treguesi se bëri pyetje. Fakti që edhe çamt, edhe grekët janë ke Sali Berisha është treguesi më. Jo grekët. Po të fjalë për Belerin, ju ishit në Athinë me Çfarë Belerin. është dënjaja? Çamë dhe grekët bashkë, çfarë është? Është treguesi i madh. Beleri ka qenë Është treguesi. ka dalë në flamur të vëllëve Ky pirë. është, m'fal, mos do bësh analizat të historisë Jo analizë, 70 vjeçare. unë po të bëj pyetje o. Mblet ta morë. Pra kjo tregon që të gjithë janë për të rrëzuar këtë regjim dhe të gjithë besojnë te Sali Berisha. Kjo është gjë e madhe shumë. Po mos ju ikë ndonjë nga këta, se po dëgjoj fjalë që mund të ikin, edhe ky Idrizi dhe ndonjë tjetër, nëse jep ministri e gjë Rama, këta zhduken flamur. Vinë Dashuri, këtea. asnjë s'do zhduket, asnjë s'do ik. Jo zhduket, mo jo, zhduket nga ju. Të gjithë do të jenë aty për të mundur Edi Ramën dhe për të qeverisur Shqipërinë. Domethënë kanë ardhur këta tu aty Gonduka, Idrizi këta. Të gjithë. Për të shkatruar Edi Ramën. Po. Kuptohet. Jo, kuptohet. Bushati tani 8 aleatët që u futën direkt në listat e mbyllura, ç'mendon ti? Se u bën dhe primaret njëkohësisht. E ke parasysh? Dhe u zgjodhën dhe njerëz në primare, dolën fituan vota e gjitha. Tani edhe atë primareve do shkojnë një pjesë për Unë për këta aleatët nuk kam rezerva, se ta thash që në fillim. jo këta që dolën. E pra edhe për këta që dojë... Këta që u futën direkt. Janë aleatë tjerë, të rëndësishme. Ore, kam bërë llogarinë numerike, do marrim sa më shumë vota. Me primaret kam shumë problem. Ç'është kjo që në zori? Se primaret nuk ishin primare. Në primaret. Primaret. Primaret nuk ishin primare, si pas me. Si që. Do me thënë, u ngrit një fabul për të bërë një fars në një farë mënyre. Aty 16-18 veta hynë direkt. Pastaj edhe ata që kanë fituar, dojri zgjedhi prap Saliu me flamurin, kështu që primare do ishte si pas listës kush fiton gjithë ngar, ata që janë ngar renditen po ashtu në listë. Në këtë kuptim me primaret kam problem, jo me koalicionet. Koalicioni është logjike pasër numerike. Edhe primaret që të qartësoj një... Primaret që ishin flamur tani se edhe unë nuk i kuptova. Si Bushati dhe unë si kam kuptuar. Ebra ty qartësoj një... Jo, unë i kam kuptuar, si ishin primare, si ishte garë, ishte një falsitet, hajde me që kemi premtuar të bëjmë. Qarë është lutë? Gjitha jo argjim, gjitha jo lodhje. Në se bën ashtu si që premtuan. E pra. Jo, pritni. Gjitha jo lodhje, gjitha jo argjim, qa ishe premtuar? Mos u mutni. Primaret ka qenë një leksion i madh demokracie se si funksionon një forcë politike. Leksion. Demonstrim absolut kulture dhe qytetarie brenda një force politike. Ata që votuan po s'ka vlerë vota e tyre? Atë lutem. Se ata s'vendosin asnjë gjë. Të lutem. Tani. S'mjafton që të votohet, duhet edhe që ti përcjellë vullnetin në... Pra, prit ju a them unë. Çfarë qëllimi ka patur Partia Demokratike ku ka sankcionuar në statut primaret? Ju rikujtoj gjithë kohën kur nisi foltore në Sali Berisha. Dhe ju tha demokratëve në gjithë Shqipërinë. Deputetët dhe pushtetarët e tjerë lokal nuk do ta kem tagrin unë. Do të mi zgjidhni ju. Propozoni ju, do të mi sillni ju. Dhe do t'i rendisni ju. Jo, se rendites ka thënë kur. Ka thënë me kemi video. No, se ke. Prit ta more. Video më? Jo, tash Ergys, dal. Hap ta gjej video më. Unë tash Sali Berisha është të merrsisht e kujdesshëm në artikulimin e tij që se vë dyshimun. Atëherë ka qenë kujdesshëm s'është tani. Prit.
mua mund më rëbene e në emocion që ashtu, ndërsa atë nuk bëva kitë. Tani më dëgjë. Por e keme video mëse kam gjumë mirë. Pritë morë zoti se kam qenë unë gjithë kundë, gjota. Ta hap ta gjithë ashtë. Të lutem. Dhe që ndodhë? Ku do shkojnë kandidatë e primareve? Ne kemi në statut. Kanë fituar. Primare vendos antarësia, jep mendimin dhe votën antarësia, kalon në institucionet e tjera të partisë, që është kryesia dhe këshillë kombëtar, sepse primaret në statut janë një nga shtyllat, mund tjetë edhe kryesore, po një nga shtyllat me cilat vlerësohet një kandidat për deputet. Ka dhe shtyllat të tjera, prit pra, të lutem. Pra ne po bëjmë atë që do statuti. Është marrë mendimi antarësisë, ka dhënë opinionet dhe votën e vetë antarësia për ta, tani institucionet e partisë, sipas statutit, do të vendosin. Prit, kishte dy mundësi ishin. Primaret t'i bënim skualifikuese, që do sillte egërsi në përballje dhe mund na krijonte probleme, fraktura, ose kualifikuese. Ne zgjodhëm rrugën më të butë. Ne nuk po ju diskutojmë këtë. Shumë mirë bëhet që zgjodh kualifikuese. Problemi është edhe një sekond. Okej. Dhe besoj që kemi bërë shumë mirë sepse energjizoj dhe, por nuk janë primaret vendimtare për të përcaktuar fituesin. Po pse, mos i quaj primare, thuj testim. Po bëjmë një testim. Primare quhen ato, se më fal, edhe në SBA. Primare është vota, pra unë marr votën, ti thua e ke votën, po do të ka bërë Trumpi kështu. Ky është koncepti shqiptar. Mos e ka bërë Trumpi kështu në SBA. Mos e bëri Trumpi. Primaret kalojnë primare dhe pastaj shkojnë në konvent. Edhe atje ka të njëjtë gjë. Po votohet, s'ka diskutim tjetër atje. Jo presidenti, jo presidenti. Ai që merr votën pra. Po e ngatron tash, jo. Konventa është çek. Ajo shikon vetëm nëse ke shkelje me ligjin e tjerë, nuk del mbi vullnetin e popullit konventa. Unë një gjë kam për t'ju thënë. Jo, konventat e partisë. Po, në SBA e ke thënë. Po, unë një gjë në SBA nuk del çdo gjë që është caktuar për procesin në statut e kemi bërë. Tani më fal. Në SBA nuk ka kritere konventa. Lutem tani, do të sqaroj. Është për shembull kjo, njëra është, po të kërkoj edhe element tjetër. Është primare vota e strukturës këtu. Po një është edhe vota e sa ke marrë në diasporë. Sa ke regjistruar demokrat diaspore. Tash do bëni si padregjistrat e PS-s. Se ata bëjnë kështu regjistrime, punonjësit e ministrive këtë bëjnë. Kam 150 vota në Londër, thotë. Po jo, edhe ka një gjë. Më fal, Tela mos u ngut. Antari i partisë kontakton në antarët e partisë, por në punë si shtetit nuk i lejohet të merret me punë. Mazdite thotë, jo që autora e punës. Jo mazdite, sepse i ke të gjithë. Nuk e kam teologjika pra, domethënë ai thotë kam një listë me 300 veta. Kështu që mos i më quaj votat këtu, po më llogarit këto 300 vota që kam këtu. 300 antarë votojnë Flamurnokull këtu në Tiranë. Po janë 300 emra këta nga diaspora, se s'janë vota. Janë primarë, ma ishtë testim brenda partisë. Por e flas, një nga janë vendosur nxjerr njerëzit kot në votim. Sondazh. Një nga shtyllat është sa herë del në ekrane dhe sa herë përballet me ekran. Por mund mos ju duket ju e drejtë. Unë po ju tregoj çfarë është rregull te ne. A do të falti ju pse është ky rregull mos? Ta mbaroj. A do ishte mirë që statutin dhe rregulloren ton ta hedhim trajtim në analistët, mund të ishte më mirë. Por statutit dhe rregulloret tona i trajtojmë dhe i vendosim brenda partisë. Ju mund ta bëni si do doni brenda partisë, por nuk mund ta shisni si një garë primare kur nuk është e tillë. Ky është problemi. Por ju bëheni si doni. Zotri, unë ju respektoj shumë, por ndjej dhimbje kur ju shoh. Sigur të mos në respektosh. Asi sekund për bunkerin. Mos në respektosh ka shumë. Bunkerin ke Edi Rama dhe merreni me një proces tërësisht demokratik për ta sulmuar. Kjo më jep dhimbje mua, pse? Një minutë. Sulmoni bunkerin zotri. Procesi demokratik mund edhe po të kishte defekte, duhet përshëndetur. Po te bunkeri nuk po flisni. Kur në vendin tonë tjetër ai bunkerit flasin atë. Ju vjen ai. Dy forma të ndryshme bunkere. Flamu të themi gjë. Në Juve, pra Berisha ju ka premtuar demokratëve që do t'i zgjidhni ju kandidatët tuaj. Po pra. Në këto zgjedhje, gjysma kanë, biles më shumë se gjysma, të paktën e listës mbyllur, janë 26 që nuk janë zgjedhur demokratët. I ka zgjedhur Berisha. Je gabim. Tashi, 12 janë qarqet. Forumet me gjithë Berishën bën 16 sa shkojnë, 8 janë aleatët, janë 26. Nga 26 është lista mbyllur. Tashi më fal. Edhe te kjo 10 që ju keni lënë demokratëve, thoni që do vendosim në kritere dhe shohim nga ajo që keni votuar ju, do t'i zgjedhim ne se cilët prej tyre do zgjedhim. Tani primaret kot. Këto janë me utall me demokratët tash, fal. Kjo se më fal, them një gjë tash. Jo, s'të fal fare.
Po me ta mbaroj, se ti ke gjithkohë në dispozicion, nuk po ndrysh. Sepse ju, zotrinj, po pse s'më le ta mbaroj pyetjen? jeni shumë të lumtur të sulmoni çdo gjë ndodh në PD. Po mos jam i lumtur fare që Unë e shoh këtë. Unë do doja që ta kem un gabim. Jo, e ke tërësisht gabim. Po mirë më inshallah ashtu. Ashtu tërësisht gabim. Para teje, një minutë. Para teje sulmua me Rion Veliun. Po le Marion. Ti ishe këtu. Po s'kene për mësumu se ka sulmu zoti atë, po vazhdojmë punën. Tani na dëgjon ne vetëm kur shajm këtë. Ore si shto, nuk na dëgjon. Sulmon zoti. Ore mund të sulmojnë dhe ty ata kështu. Çi Veliun. Su mërzit. Mirë. Ecim. Tani kjo është Ergys. Lerini këtë është proces fantastik demokracie. Po nuk kanë zgjedhur. Fal, një pyetje bëm. Sa përqind e njerëzve që do shkojnë në listën e mbyllur është vullneti demokratëve? Ta them unë 100%. Si më 100%? Po ta them unë pse? Po ti thua që janë dakord gjithë me vullnetin e Berishës, ashtu po në rregull. Jo, ta them unë. Unë them çfarë kanë zgjedhur demokratët. Ta them unë ty. Ta them unë. Ti, nuk e dashur. Flamur popullata po më thotë që po vështirësojnë dhe thotë se Flamuri po bërtet dhe popullata fleta ne. Jo, Sali Berisha. Po zgjon popull nga gjumi. I dashur Ergys, Sali Berisha është zgjedhur nga një antar një vot, është zgjedhur nga gjithë demokratët. Është zgjedhur për kryetar partie. Prit zotri. Kjo është gjë tjetër. Prit. Ti zotri duhet dish një gjë. Në një demokraci, vullnetet janë drejt për drejta ose deleguara. Patjetër, po. Sali Berisha është zgjedhje drejt për drejtë e antarësisë dhe ai përfaqëson me statut dhe me rregull antarësinë e partisë. Patjetër. Kur flet Sali Berisha ka folë antarësia e partisë. Atëherë pse bëni primare? Janë Berisha. Shkruan ai listë. Ta mbaroj. Po. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar ka qenë një numër i madh antarësh shkrimtarë. Tonin të bëjë kështu. Kështu si tuti. Po. Por kemi refuzuar. E ka refuzuar. Kemi refuzuar. Prit. Sepse është më e sinqertë e tjetra. Është refuzuar pastaj. Ta them unë ty. Pse? Ka rënë poshtë. Sepse ti demokratëve do t'ju marrish mendim, do t'i pyesësh, demokratët duhet shprehen, duhet të japin mendimin dhe verdiktin do me thënë, ta themin në mirë banale, të cilët ti nesër të pyet pas e të pjerë. të cilët ti do t'i futësh si përfaqësues në parlament. Demokratët. Një sekond. Nuk është tonë kur që primaret janë ato që do të zgjedhin, do të vendosin. Ka një problem. Ta mbaroj. Demokratët. Ju pra keni Por demokratët nuk duan. Unë e shoh që e ke 6 PD-ja për ju. Po më shoh. Demokratët nuk do duan. Demokratët nuk do duan që të votojnë të zgjedhjet brenda partisë dhe të ndihen fitimtar. Kur të votojnë për zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale të ndihen humbës. Ky është problemi. O zotri, ta sqaroj unë ty. Se kanë votuar gjatë këtyre 3 viteve kanë votuar janë 7 herë brenda partisë. Ta sqaroj unë partisë. ty. Tani që ta dish ti. Po nuk po sqaron asgjë se ke 3 orë. Janë 9600 demokratë që kanë votuar atë statut që ne sot po respektojmë. Po pra, po s'po e respekton pra, se nuk po ja merr vullnetin demokrat. Ti apo se di, a diun? Ti statutin di a diun? Po mirë, ma mos mendje. Po e ka lexuar më dhe ky statutin. Ai s'ka lexuar bo statutin të garantoj unë. Çka, po nuk ka rëndësi më A di pse s'e ka lexuar? Ti s'ke lexuar. Sepse s'është atar partia, po ti isha atar partia do ta lexosh statutin. Duhet ta lexojnë se ti ke qenë diku. Ai amenson, unë flisem me amenson. Vantar jo, po statutin nuk e ke lexuar. Je shumë keq. Statutet ta ndryshojnë me çdo 6 muaj. Statutin e doktorin tim më. Dgjoj. Një sekond. Po. Ajo që po them unë. Kaq është. Po thuaj, ha. Statuti i doktorit. Doktori pra. Po pra. Thuaj. Doktori ka thënë pra që ju do zgjidhni se kush do jetë në parlament. Nuk ka thënë që ju më zgjidhni mua dhe unë do ja caktoj se kush këtë do zgjidhni unë në parlament. Tani e lëm këtë. Marrim një gjë tjetër. Unë jam shumë dakord që një parti vendos që grupi parlamentar ja zgjedh kryesia, siç ka qenë gjithmonë, 35 vjet dhe s'u ka thënë kush gjë. Po kësaj radhe ju thatë që jo, nuk do bëjmë më kështu, do ta demokratizojmë partinë. Nuk do i zgjedhim ne, do t'i zgjidhni ju. Pra ju zgjodhët që të mendoni që më shumë demokraci është më mirë për partinë. Pra që do thotë, antarësia e di më mirë se kryesia. Aq më tepër edhe se lideri. Antarësisi merret mendimi, jo antarësia e di më mirë. Se primaret, jo, shiko, ky është mendimi, po të thotë nuk është mendim votim. Ergys. Jo, një sekond. Po thotë antarësisë i merret mendimi, vendimin e bën doktori. Dhe Flamuri. Ky tani çfarë do tjetër? Se ky është i qartë. Vota nuk është mendim. Vota është verdikt, është vendim. Dhe në këtë mes, antarësia është sovrani i Partisë Demokratike, sepse është ajo që vendos. Tani, në momentin që flet sovrani, që voton dhe flet me vot, ju keni thënë sovrani që i këtij se e di ky tjetri më mirë. Domethënë, ajo çfarë ke vendosur ti na vlen ne si mendim. Dhe ne pastaj është në vullnetin tonë nëse e marrim parasysh votën e sovranit.
Pyetja ime është, kush jeni ju? Sovrani thotë që sovrani duhet të ketë ca njerëz. Shpateve duke bërë pyetje kot. Ta them unë pse. Sepse ne kemi shkuar në statut dhe ato antarësia ka votuar. Si keni shkuar në statut? Që votojnë antarët listën shumë emrore dhe pastaj institucionet e partisë vendosin ja një kolegu ynë. Dhe këtë janë antarët. Zotë Fremur, Një minut më që ta bëjmë edhe pak, se po flep, se na zëgjumi popullatën. Një minut. Një kolegu ynë shkruan, Gjyzervishi PD shquet për tolerancë, thotë, por po e preket e statuti aty nuk të falë. Kush? Gjyzervishi më thotë, PD-ja thotë shquet për tolerancë, por po e preket në statut të vretë. Dhe ti e prek në gjënë më të shenjtë që ka. Statuti është kushtetut. Kushtetutën e partisë, tani, që fletë? Kushtetut e partisë, zoti. Unë edhe për kushtetutën e këtij vendit tim, po më preke nuk falë, edhe kushtetutën e partisë. Ore, vetëm aty të mos prekesh. Ku thuhet në statut që gjysma apo 26 vende në listën për deputet i vendos kryetari. Ta them unë. Po. Thuhet që kryetari i partisë në çdo rast kur i gjykon të nevojshme në 26 emron koordinator apo pozicionet të tjera të cilat me autoritet kryetarit përfaqësojnë partinë ose delegohen. Tani. Po kjo s'flet për listën për kandidat. Ta mbaroj. Po për listën thotë. Ne një tjetër. Ta mbaroj. Apo the kush janë këta që janë drejtuesit, po. Kryetari i partisë përfaqëson antarësinë e partisë dhe merr vendime në emër të antarësisë së partisë. Qartë? Dhe tani... Me këtë justifikoni jo? A do statuti? O kështu i bie që ju të thoni që antarësia s'ka nevojë se ka gjykuar... Po! Berisha për gjitha. Afër gjysma e këshillit kombëtar... Atëherë pse bëni votime ju? Ta mbaroj. Se i bie që ju mos bëni asnjë votim brenda partisë sepse Berisha përfaqëson antarësinë, antarësia... Herë tjetër do t'i them partisit pyesin ty përpara ne. Por tani pse jo po ta them. Po pse? Un po bëj pyetje shumë konkrete dhe po të përdoroj logjikë. Edhe unë shumë konkrete ka përgjigje. Herë tjetër do t'i them të pyesim. Dhe do t'i them të pyesim me telefon apo mirë, dhe unë do jem shumë i disponueshëm po të përgjigjem, po. Por tani statuti këto rregulla ka përcaktuar, këto me këto do ecim ne. Po mos është rregull. Ti mund të rregull që thuati. Sterios pase, dies pas, thoshte po të vazhdosh me pse Sterios pase. Po, kështu ishte. E mba me librin? Po pse, po të vazhdosh me pse, vetvrasje, po të vazhdosh me pse do përfundosh vetvrasje. Mos shko deri aty. Ergys, ma mirë riktu. Pra ty themi besojmë te juve dhe vazhdoni, domethënë. Rritë Sterios pase, se je mirë hape edhe njerë romanet e të Tani, Flamur, kam dhe një pyetje unë, pyetje gjysmë në fakt, me thënë drejtën. Kjo punë e Spaku si do bëhet tani, se e thanë këta kolegët e mi, po ti nuk e dëgjove mirë. Këta thonë që ka popularitet shumë të madhë Spaku. Populata shqiptare, një minut, e do Spaku. Tani ju thoni do mbyllet Spaku, si organizat kriminale. Si bëhet tani? Ylli. Vlerësimi pozitiv 70%, besueshmëria 52%. Po, janë sondazhet e fugës. Tani, Ylli. Pse, te teua, te barometri fuga i bëna? Po, sigurisht, po kush unë i bëj? Këj fuga që ka gjigant, më burë. Tani... Ka që punë po bëri një njëri. Ai është sondazh serios. Ka që punë sa i ngarkoni fuga. Domethënë, ai është sondazh serios, të cilin ju e keni cituar si parti, kur ju ka interesuar. Ato të reklamat përdorin Berishën që ka thënë shumë i vërtet sondazhi. Tani t'ju them unë një gjë ju, që e keni shumë me merak. Sali Berisha dhe ne si parti kemi deklaruar gjithmonë që nuk i besojmë sondazheve kur. As mos i besojmë, them drejtën. Po aq më tepër tani që me sondazhe në SBA Kamala ishte presidente dhe ju përmbysin gjithashtu. Sondazhet, ky nuk është sondazh se kush fiton. Trumpi ka qenë. I përgatisin këtu, harrojeni. Tani, mos e vazhdo. Merrni fshinik pucët me sondazhe. Pyetja ka tani dakord. Nuk bën sondazhe. Jo, pyetja ka tjetër sens. Fshinik pucët me sondazhe. Jo, pyetja ka tjetër sens mos. Unë po e them, tani Spaku, ja sekond. Je se jemi këtu, të mos ikim. Ato thënë 70. Spaku, minut pra. Spaku arrestoi Erion Velin. Je dakord me këtë punë Spakut? Po ju them unë. Minut mu. Tani unë po ju them. Arrestoi Erion Veliun. E arrestoi Edi Rama, thotë kë.
që komandon Spaku. Jeni dakord. E arrestoj Edi Rama Spaku. Është i qartë, Ke dyshim ti që ta ka arrestuar Spaku? Le ta thot vetë, Po ja thash kafe. Ja u thash kafe para se vinim. Këta edhe sigur të arrestoj Rama Spaku. Në kafe ti në mike mua nga ande që të bisedori në kafe këtë mo. O Jollik, Para se vinim thashun. Mos ta olla edhe sigur të arrestoj Rama Spaku, do thotë e ka bërë Rama vetë, thënë. Zotri, aty ja themun ju. Shim. Edi Rama ka bërë një dorëzim të kontrolluar, më besoni. Zotri, ka bërë dorëzim të kontrolluar. Ja ka marrë zërin doktorit. O, Ylli, dorëzim të kontrolluar, Ylli. Dorëzim të kontrolluar ka bërë. Si dorëzim. Si dorëzim, që interes ka Rama që para zgjedhjeve të dëmtoj vetën e vetë zgjedhje duke i këputur njërën këmbë të karrikës kurri. Pyetini se gojtë e liga të Tani ti Yllit. po Nësë na delej se ne ty të kemi të Po, pyetini se gojtë e liga të Yllit thonë, Gojtë e liga po. të Yllit. të Yllit, thonë që po mundohet t'i bënde varrin atje ka një 3 vjetë. Kujto? Edi Ramës. Erioni. Po. Po mirë, pse para zgjedhjeve? Pse jo pas Ja zgjedhjeve? sqaroj. Gojtë e liga kështu thonë dhe që ja kish bërë ben edhe publikisht si që dini ju dhe gjeti momentin më pikant edhe për të eklipsuar një ngjarje madhore tonën dhe për të larë duart një herë mirë me njeriun i cili i dukej si një problem brenda të vetëve. Ju e dini tashmë që Edi Rama nuk pranon as kundërshtim, as kritik, as rival, as gjë. Ky në një moment u peshkua si duket edhe filloi grupon të thoshte unë do t'jem pasardhës. Tash pyetja ime Unë do t'jem. është çfarë duhet bëj Spaku që ju të thoni që do ta them rregull? do ta them unë. Të mbyllet më Vetë se ta është në rregull. Do ta them unë. Mirë, po çfarë ndodhi? Ky ishte moment peshkimi që ai u përgatit Erioni me të tjerët që do ishte pasardhësi. Dhe filloi të qarkulloi nëpër Tiranë pasardhësi. Por çfarë ndodh? Diktatori gjithmonë kush e nxjerr emrin si pasardhës i pret kokën. Dhe ja ku jemi, Lali Vjeci si ne këtë skemi se kjo është i kontrolluar dhe iku. Po mirë tash. Dhe Rama Simjeshti që është edhe e qau disa ditë. I shkojnë bashki, se kjo është Tani do ta mbyllim me skapin. Ne dorëzojmë Edi Ramën, pastaj çështja e skapit edhe gjitha do shkojnë në Venecia. Venecia. Kaq. Në Venecia? Po. Komisioni i Venecias do të vendosë. Pse Venecia? Po ti ke gjithë në faktorin ndërkombëtar thot bravo Spaku. Jo. Ti ke, shiko, tash se publiku thot Ros Venecia Spaku. është ishull. Faktorin ndërkombëtar thot Ros Spaku. Raportet e bëjnë. Ros Spaku, Amerika deri dje Bashkimi Evropian është faktori ndërkombëtar Faktori Soros këtu. Bashkimi Evropian thotë Ros të Spaku. Ky si e kishte te faktori Soros, jo te faktori. Nëse Soros e ka kap gjithë botën o vlla tash më mirë bën edhe unë me Sorosin, pse? Nëse gjithë bota bën çfarë thot Sorosi? Po, u mund Soros në Amerikë, do të mundet Soros në Shqipëri ergys rriqet. Shumë mirë më bravo i qoftë që rriqet. Pyetja është që PD-ja i shton votat duke sulmuar Spakun edhe duke thënë që do e shkrim Spakun apo nuk i merr këto vota. Kjo është pyetja. PD-ja i shton votat duke thënë që do të mundim Ramën, do shlirojmë Shqipërinë nga këta të krimit dhe do ta bëjmë Shqipërinë madhështore për pse sulmoni Spakun, nëse i merrni votat me Ramën. Ramën. Për ne Spaku është ky që kemi thënë që është dhe s'kemi ndruar kur qendrim. Është Komisioni i Venecias do të marrë vendim. Edhe një gjë të fundit. Jo, nuk ka. Opinion tona Bilega më dërgoi edhe fragmente të statutit, po vëlla nuk ka mundësi se popullata flet tani dhe jemi shumë të lodhur. Kam vetëm një pyetje për flamurin të fundit, që nuk ka lidhje me këtë që po flasim, se sikundës e kuptuat Fatmiri, më fal. Flamuri. Dha përgjigjet që donte. Ato ka ai. I dha siç i do, mirë, bravo të qoftë. Inshallah fitoni me këto përgjigje e flamur, edhe me gjitha gjërat që po bëni. Po edhe mund fitoni, mos e ai që fitojnë në Amerikë tani, çdo gjë ndodh këtu, e kupton? Do të fitojnë patjetër, s'ka për të humbë. Ju mendoni që ai që mundi George Soros në Amerikë e vita mund kukulla e George Soros në Shqipëri? Po kjo është jashtë logjike, eci do ta shifni. Ju thoni do e marrin qytën se eci do ta shifni. Do ta marrin parë gjëra përpara. Tani qeveria mbylli dhe TikTokun. Si i bëhet? Ti kishe TikTok flamur? Kisha. Ta mbylli edhe ty tani. Kishe shumë shikime? Po pse e mbylli TikTokun qeveria ditja? Të pyetje kam unë, po njëkohësisht mbylli se praktikisht pyeta. Kishe shikime shumë? Kisha. Mirë, shumë. Kisha. Tani ç'mendon ti pse e mbylli ky drama TikTokun thotë ti? Sepse TikToku ishte i vetmi rrjet social që nuk censurohej dhe që
qeveria batërdisej. Dhe që TikToku ngjan pak me Trumpin. Në formatimi, TikToku ngjan pak me Trumpin. Se s'ka rregulla. Unë kam 1 muaj që kam hapur, s'kam pas TikTok. 1 muaj? Tash që do mbyllë e hapë. Po ti e pas ka hapur TikTokun kur... Prandaj ka mbyllur. Ja të se hapa. Po më ndoshta për këtë arsye ka mbyllë drama tu. Sepse një ditë mu rrëmbyen rrjetet sociale të tjera, mu rrëmbyen Facebooku, mu rrëmbyen Instagram. Po ti marrin ata. Dhe Po Veliu ta ka marrë se lul bashkë. Dhe ai rëmben rrjete. Dhe s'kisha ka mundësi që ditën që të nxora ai kontratë të Erion Veliajt për mundësinë, ka mundet që Ti morën atë. më morën, por s'ka rëndësi dhe u detyrova të hap. Do me thënë, ne drama pse mbylli këtë thua ti dhe ta mbyllim dhe ne. Sepse TikToku është kthyer një platformë e së vërtetës për shqiptarët dhe e qirjes maskës për regjimin. Ndaj Edi Rama, TikToku për Edi Ramën është maks. Prandaj mbyll. Këtu jam dakord që i maks. Domethënë që ai nuk do rrjetet pavar, por edhe që të bësh protestë për TikTokun, tash kjo më duhet çik. Në një vend ku protesta për TikTokun kur është A do bëni protesta be? Kush thatë? Kështu dëgjova kështu, nëse është lajmi gabuar. Mund ta kem ndjes nëse kam gabim. Siç ke filluar dëgjon E pash në Facebook, e pash, them drejtë, nuk e kam konfirmuar. Ergjys, mos dëgjoj gabim. Tani, Flamur, ne do jemi dhe nuk ka protestë Flamur 15 mars. 15 mars, pa kështu dëgjova. Po Flamur, ka protestë në 15 mars apo? Nuk e di Flamuri, po lëret. Protestë Varuam sot edhe. çdo ditë për të qeverisë. Protestë do ditë. Nuk do kolegu ynë më thot Bushati nuk e le të flise, po ti tani ke gjë për thënë. Nuk ka problem. Bushati dirigoi ka marrë kohën unë me gjysmë konsensus, jo me konsensus. Po jam morë, Po ai po të ndihmonte në fakt, shumë. Shumë. Kur të thosh që ai do të vjedhë të gjitha, se nesër po të dalë, për shembull mund të thuash që mi volli. Ja, atë do thoni ju. Jo, e tha. Nuk do mi vjedh. Jo, e tha, ai tha një deklaratë shumë. Jo, tha një deklaratë shumë të Thati deklaratë shumë interesante, pra ju thatë, Edi Rama nuk do ketë më mundësi të preki, të manipuloj votat. Trumpi. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është sa i qëndrojmë. Shansin që të fuzduar si që ka bë. Për shkak të Trumpit, thot Bushati. Ishte bekim. Patjetër, dhe i djekë ishte bekim. A sot, gjdo preke i kthehet në mallkim dhe nuk do guxojnë. Votat të janë prekur pa shku kuti, prandaj është e rëndësishme kjo deklaratë që nuk do të guxojnë. Që s'do ketë alibi për mbas zgjedhjeve. Atëre. Unë mendoj tani Flamur që problemet dolën në këtë bisedë që ne bëmë. Edhe unë të njëjtën gjë mendoj. Kam idenë që një pjesë e popullatës na ka parë. Ata e din tani çfarë. Gjithse na çohen mes natë, nuk e bëre më herët, po s'ka rëndësi. Po u mor me Erion Veliajn pjesën e parë. U mor me Veliajn pjesën e parë. Se thua që s'merren. Bëre një emision për Kalin Gordor, Kalin Gordor, mirë kemi bërë emisionet përpara se të shkote të ishte Kalin Gordor. Po përveç Veliajt, bëm dhe një për të gjithë kuajt, jo të ngordur, që mbajnë kurumin. E sollët ju, një minutë, e sollët ju, i dhatë qatë deshët, hidrocentrale, lesh, presh, qatë desha i, e mori e drama pastaj, e ngriti lartë në pjedestal, dhe 35 vjetë e keni pasur të dyja palët. Kurumi dhe Kambetë dhe Elmon shqiptarët tani, edhe ju e sollët dhe gjithë, e kishim këtu, ne diskutuam gjire gjatë, po këto ju nuk i shikoni, as ju as e drama, nuk i shikoni, kur mos i pafshi. Të bëj një diferencë në këtë që the? E sollëm ne, sepse ne jemi pro investimeve tuaja. Pro investimeve. Por në kohën tonë nuk bënte këto. Filtrat ishin aty, nuk ndotej, kontrollohej, kaq. Në kohën e Ramës, s'ka regula. Kontrollohej pikët e shirës, po filmoj aty varet. Kjo është ndryshim i madh. Pra ne themi që përsëri ne do jemi ata që ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Atëre, të nderuar teleshikues, Shqipëria madhështore pritet, pas datës 11, por ne dena dhe datën bëmbeten dhe 3 muaj, afërsisht ne do flasim vazhdimisht për Shqipërinë madhështore, por dhe Shqipërinë tjetër që Edi Rama nuk e ka madhështore, po të shojmë tani, të presim. Faleminderit shumë që na ndoqët. Flamur, faleminderit. Do i vjojmë të jemi, sigurisht. Ditët e ardhshme. Faleminderit nderuar kolegë. Natën e mirë dhe shifemi javën e ardhshme.